Një aspekt të jetë kritikues në raport me sistemin prokurorial ka të bëjë me mungesën e llogaridhënies. Pra gjithmonë është thënë edhe në raporte vendore dhe ndërkombëtare që nuk ka llogaridhënie të dur. Pra kemi pa shumë dështime të prokurorëve të caktuar, e të cilat edhe në rastet kur janë iniciuar edhe kanë shkuar në Këshill prokurorial, në vazhdimsi janë amnistuar. Pra, a do të ketë një çështje të re në përbërjen e re që llogaridhënia të rritet dhe të gjithë ata që bëjnë shkelje të ligjit e që janë pra prokuror do të përballen me masa meritore? Padyshim, unë jam pro asaj që puna e prokurorit të vlerësohet, pra të mbizotëroj meritokracia, të vlerësohet puna e secilit prokuror, por edhe aty ku ka lëshime nga ana e prokurorëve secilit të dalë para komisioneve përkatëse dhe të marrë padyshim, domethënë të vlerësohet në atë se siç e përcakton ligji dhe aktet nënligjore të Këshillit prokurorial. Prandaj, llogaridhënia është një prej aspekteve që do të rritet në Këshillin prokurorial. Çdo prokuror i cili do të bëjë lëshime në punën e tij, ai padyshim se duhet të jap llogari dhe kjo do të bëhet padyshim përmes punës tonë të përbashkët në Këshillin prokurorial. Nuk do të amnistohet askush i cili bën shkelje gjatë punës së tij në të përditshme në prokurori. Për ata që nuk ju njohin, kush është Elza Bajrami? Elza është prokurore e cila është dekretuar me 7 maj 2019, kështu që tashmë po i bëj 7 vite punën në prokurorinë themelore në Prishtinë, për ndryshe në sistemin e drejtësisë kam mbi 10 vite përvoj pune, para rreth 3 vite e gjysmë në, domethënë para prokurorisë, në sistem në avokati. Ndërkaq në prokurorinë themelore në Prishtinë kam ardhur pra pas dekretimit me 7 maj 2019, fillimisht kam punuar në departamentin e përgjithshëm, ashtu siç edhe e kërkon ligji për prokurorët e ri. Deri me 1 gusht 2024 kam qenë prokurore në departamentin e përgjithshëm dhe pastaj jam avancuar në departamentin për krime të rënda në kuadër të prokurorisë themelore në Prishtinë dhe me vendim të kryeprokurorit sipas të drejtës së tij dhe autorizimit që ka për organizimin e brendshëm të prokurorisë, unë jam caktuar që të punoj në një sitjen për krime ekonomike dhe korrupsion, që është i vetmi në prokurorinë, vetëm në prokurorinë e Prishtinës, kështu që e ushtroj funksionin e prokurorës, domethënë në një sitjen për krime ekonomike dhe korrupsion. Në të njëjtën kohë, para avancimit, nga data 15 janar 2024, pas ardhjes përkatësisht pas përzgjedhjes së kryeprokurorit zotëri Zejnulla Agashi, unë jam caktuar me vendim të Këshillit me propozim padyshim të kryeprokurorit si zëvendës kryeprokurore e prokurorisë themelore në Prishtinë, të cilën pozitë vazhdoj ta kem deri në momentin kur do të certifikohem antare e Këshillit prokurorial. Zonja Bajrami, cilat janë rezultatet e punës për gjatë gjithë kësaj kohe, pra sa keni punuar si prokurore? Tani me statistika nuk mund t'i them, sepse padyshim ka shumë lëndë të ndryshme të cilat i kam punuar gjatë përvojës time si prokurore. Ka pasur raste të ndryshme në departamentin e përgjithshëm, pastaj raste të cilat janë të natyrës më komplekse në një sitjen për krime ekonomike dhe korrupsion. Pastaj punët e menaxhimit dhe në fakt në të njëjtën kohë pothuajse kam punuar me 3 lloj angazhimesh, angazhimet si zëvendës kryeprokurore me autorizimet të shtesë të cilat apo ndarjen e punëve që e ka bërë kryeprokurori, punët dhe lëndët e departamentit të përgjithshëm dhe njëkohësisht edhe lëndët e krimeve të rënda, gjithsesi një sitje për krime ekonomike dhe korrupsion. Por ajo që do doja ta veçoja si rast më mediatik i cili ka pasur një impakt të madh për publikun, ka qenë rasti Alp Kings, ku realisht pa modesti mund ta them se jam krenare për punën të cilën e kam bërë së bashku padyshim me bashkëpunëtorët e mi të Zyrës dhe me Policinë e Kosovës në vendosjen e të gjithë atyre kryerësve para drejtësisë. Kështu që mund të them se rasti me impaktin më të madh për publikun ka qenë ky rast, të cilin kam punuar në mënyrë intensive për më tepër se 1 vit, përkundër angazhimeve të tjera, të cilat i kam pasur, ky ka qenë prioritet sepse nuk kam dashur që qytetarët e në veçanti gratë dhe vajzat të cilat janë prekur nga ky rast dhe kanë qenë viktima të veprimeve të personave që kanë qenë të përfshirë në këtë rast, ta kuptojnë dhe ta dinë që ne jemi këto për të mirën e tyre, ne jemi për të punuar për drejtësi dhe që kryesit i sjellim para drejtësisë, ndërkaq në një mënyrë të sjellim një satisfaksion të paktën moral për gjitha ato viktima
e di që ka pasur shumë më shumë viktima se sa ato të cilat ne i kemi pasur në procedurë, por e di edhe që për shkak pak a shumë të mentalitetit ton, disa prej tyre kanë hezituar edhe që të paraqesin rastin, po e di që ne kemi përquar një mesazh shumë të mirë që ato e din që prokurorët janë ata që punojnë dhe i mbrojnë interesat e tyre në çdo moment kur ato cënohen apo shkelen nga të tjerët. Zonja Bajrami, pikërisht për këtë rast që e përmendet, ka pasur edhe raportime, por edhe ankesa nga disa organizata të shoqërisë civile për mënyrën se si është trajtuar ky rast. Sipas tyre ka pasur edhe dështime në këtë rast. Si komentoni këto? Absolutisht jo. Unë e thash edhe më përpara, ndihem krenare që kam pasur këtë rast dhe që e kam punuar, sepse kam punuar me përkushtimin maksimal, kështu që e di që kanë qenë ato tendenca, mund të them tendenca të mediave të caktuara, të cilët kanë tentuar të anjëllosin punën time si prokurore dhe punën tonë si prokurori themelore e Prishtinës, por e di që gjitha këto janë bërë me një qëllim të vetëm, në periudhën kur ka filluar vetëm se procesi i aplikimit, këto janë bërë me tendenca dhe kështu që për mua thjesht janë tendenca të cilat kanë tentuar që t'i bëjnë persona të caktuar, por që e vërteta është që rasti është zgjidhur në mënyrën më të mirë të mundshme. Kryesit janë ata që kanë qenë administratorë dhe themelues të grupit, të njëjtit kanë dalë para gjykatës dhe kanë marrë dënimet e merituara, por edhe personat e tjerë, të cilët kanë qenë pjesë të grupit dhe kanë kryer vepra të caktuara si antar të grupit, edhe ata kanë marrë dënimin e merituar. Kështu që unë i kam parë të gjitha këto, i kam marrë padyshim mund të them me sportivitet, ndoshta do të ishte shumë e thjeshtë, them këtë formë, por e kam ditur prapavijen e gjitha atyre thënieve apo gjitha atyre proklamimeve nga një media e caktuar, kështu që thjesht mund të them që rasti nuk ka dështuar në asnjë moment. Përkundrazi është punuar me përkushtimin maksimal, me profesionalizëm dhe kryesit kanë dalë para gjykatës, kanë marrë dënimet e merituara.